unë isha sot dhe po, kam keni vizituar. qenë pra, zëtë Dugolli, keni vizituar zotën Mehani në spitalin Ronald të Mitrovicës. Çfarë u tha zoti Mehani për këtë rast? E tha që është goditur nga zoti Lushtaku fillimisht apo çfarë? Po, nga zoti Lushtaku. Kjo ka filluar gjitha nga zoti Lushtaku, por fillimisht është godit edhe sipas Mehanit, por edhe sipas deklaratave të dëshmitarëve që kanë qenë aty, pra është godit nga prapa shpinës, pra ka shku Lushtaku dhe ka godit. Pra ata fillimisht kanë qenë në atë kafeteri, me pas kanë hyrë Samir Lushtaku me njerëzit e tij. Me njerëzit e tij dhe aty ka ndodhur kjo dhunë, e cila gjithsesi që është e papranueshme, e shëmtuar është. Por e kemi parë edhe reagimin e zotit Lushtaku. Dua ta lexoj edhe tani, zoti Dugolli. Pushteti Albin Kurtit përmes mekanizmave të tij tentoi që sot të mos sulmoj në Skenderaj. E kam një jetë në shërbim të vendit, kurse etiketat si Same Serbia, qytetarët nuk i tolerojnë me prandaj edhe reaguan. Tu e mohon që ka marrë pjesë në sulm. Thotë që qytetarët kanë reaguar. Po kjo i ngjon asaj fabulës pra të ujkut që ja turbullon pra qingji ja turbullon ujin në poshtë, pra qingji duke pi ujë ja turbullon ujkut, pra kjo i ngjon çfarë tentim sulmi, pra unë nuk e kuptoj, sepse ai i gjakosur ishte edhe i lëndun rand ishte Hysni Mehani. Nuk ishte Sami Lushtaku, asnjë prej tyre nuk ishte. Ishte i sulmuar edhe sekretari i qendrës së Skenderajt. Pra nuk e di në çfarë forme e konsideroj ky sulm. Por nuk ka pas asnjë komunikim, madje nuk ka pas as verbal. A kishte pasur komunikim paraprak, çfarë u tha zoti Mehani? Me zotin Lushtaku? E gjitha narrativa që po tentohet që të imponohet pra si tregim, është për një postim që ka ndodhur shumë kohë më herët i zotit Mehani. Ta lexoj, e kam edhe këtë zoti Dugolli. Hysni Mehani ka deklaruar ditë më parë ose javë më parë. Javë më parë, kjo ka të bëjë ndoshta një muaj më shumë ka. Ka edhe më shumë ndoshta. Same Serbia po na prish me Amerikën duke i mshel strukturat paralele pa koordinim me meqtan amerikan. Rroft Amerika dhe meqtan poshtë Same Serbia. Kështu ka shkruar Hysni Mehani në Facebook, në llogarinë e tij në Facebook. Po, nëse shihen edhe këto emotion që janë këto, është një ironi e përdorur nga zoti Mehani, e cila në realitet nuk ka fare të bëjë me pretendimin pra që i përmendet, sepse ky bën një ironi të cilën e përdor me rastin e mbylljes së dy objekte strukturave paralele. Po, të cilin e ndërmerr zoti Lushtaku, por për veprimet e njëjta, pra parafërsisht të njëjta, Albin Kurti është sulmuar pafundësisht, duke quajtur Albin Serbia, po na prish me Amerikën e kështu me radhë, kur mbylleshin strukturat paralele, zyrat e tyre, postat, e kështu me radhë. Pra, dhe kjo është një ironi që e përdor zoti Mehani, por nuk krahasohet, pra, nuk ka në një etiket që i vendoset Sami Lushtakut. Sami Serbia, çfarë etikete tjetër? Por vetëm është një farë rikujtimi që nuk është mirë kur ndërmerr veprime të tilla që të etiketohet dikush tjetër, pra. Sepse ju e mbani mend, dini që pafundësisht ka pas etiketime të tilla të padrejta ndaj zotit Kurti. Dhe unë